sido që t'jetë ajo dhe me çfarë do lloj parametrash që të ketë ajo për sa i përket Donbasit apo Kharkivit apo zonave të tjera të cilat Ukraina nuk është e gatshme t'i lëshojë si territore. Për mua është një marrëveshje e cila do të parashikojë botën për 30 vitet e ardhshme për sa i përket hegemonisë ruse në Europë. Pra Rusia, me anë të asaj marrëveshje, kurdo që ajo të realizohet, nuk do të ketë më mundësi që nga ai moment që të penetrojë më në Europë, e lë më pastaj në Ballkan. Kështu që mendoj që menjëherë mbas asaj marrëveshje do të bëhet edhe njohja finale e Kosovës nga ana e Serbisë. Në qoftë se Serbisë intereson, por gjithsesi unë mendoj që në samitin e ardhshëm të NATO-s në maj të 2027 në Shqipëri, samiti i cili nuk do të drejtohet nga Edi Rama, për këtë jam e sigurt, edhe më duhet ju them mark my words, shënoni ato çfarë them. Keni ndonjë të dhëna po? Po, jo, të dhëna, jo, është për mua është thjesht një analizë gjeopolitike dhe politike, brenda politike që i bëj Shqipërisë në të njëjtën kohë, por edhe situatës që ka kryeministri i Shqipërisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ai ka rreth një vit që nuk takon asnjë ngarkuar me punë në ambasadën amerikane. E lëmë të tjera, pavarësisht që takimin në bordin e paqes ishte thjesht një kortëzi ceremoniale që i konvenonte më shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës për të shtuar numrin e shteteve në bordin e paqes. Nuk do të ndihmojnë në investimet e çiftit Kushner. Jo, unë nuk mendoj, jo vetëm aq, por ato nuk e kanë ndihmuar, sepse nuk arritën ta ndihmojnë as për të bërë një mëngjes pune me presidentin, me babain e vajzës. Siç e tha edhe zoti Rama vet. Pra, samiti i NATO-s në 2027, që unë nuk shoh që do të drejtohet nga Edi Rama, do të jetë një samit shumë i rëndësishëm, jo vetëm për Shqipërinë, jo vetëm për Ballkanin, do të jetë një samit shumë i rëndësishëm ndërkombëtar, do të jetë një landmark ndërkombëtar, ku do të diskutohet më tej ndarja përfundimtare, apo shkëputja përfundimtare e Rusisë nga kufit lindor të Europës, një, dhe e dyta, mendoj që atë ditë Kosova do të jetë anëtare e NATO-s.